18 qershori në Klin gati për të nisur edhe pjesa e dytë e ndeshjes duke gjetur Prishtina. Gnapi përpiqet aty të udhëheq topin përballë Sinanit. Jo shumë. Margono dhe pasimi në thellësi. Gallapeni ka hapësira. Gnapi lëshon topi përpara, pasimi mirë Kryeziu goditja mbi port. Gnapi i cili e ktheu topin shumë mirë te Kryeziu, nuk gjeti hapësira për goditje. Më pastaj gjuajtja e Saliut shkon mbi port. Rasti i parë edhe për Bardhë Kaltrit. Që vënua në goditje teksa Prishtina në minutën e 60 ka mundur të marrë avantazhin. Goditja e Saliut shkoi mbi port nga një aksion i lavashimin Gjilani Malisheva u mbyll para 0-0. Çojmë këtë pasim drejt Leo Kryeziut. Ka pozicion jashtoje. Kryeziu goditja 1-0 Prishtina. 1-0 Prishtina por goli anulohet. Pozicion jashtoje për sulmuesin Bardhë Kaltër. E shohim pasimin e Knapit. Ishte pozicion jashtoje. Duket qartë faktikisht. Para 0-0. Nesër do të zhvillohen dy ndeshje që përmbyllin. Krasniqi me goditjen e tij. Jashtë ishte. Krasniqi edhe një herë tjetër pranë topit. Krasniqi, goditja jashtë. Islami, Arkimi, Limani, Gnapi, goditja drejtën e duart e Margonos. Dobët gjuajtja e Gnapit. Ishte në pozicion për të bërë goditja edhe më të mirë se sa kjo. Gnapi drejt Kryeziut, bori fort është ai top. Për të rifilluar loja në këto minuta që ka. Margono, Syla. Korneri i parë në Vastri. Rëzikon pak. Bastri. Margono. Gnapi në mundësi. Gnapi në momentet e fundit. Intervenon Sinan. Arkimi lartë. Tolovi goditja. Intervenon Margono. Sa avantazhin Prishtina. Shojmë Arkimin. Raci ka qenaj. I cili plason të majtën. E gjend të përgatitur Margonon. Margono e nisdojnë shpejt. Gnapi, pasimit e Shilova. Gapon. Muja, Arkimi ti Limani. Alban Shilova në zonë. Shilova nuk ka hapësira. Shilova vazhdon të mbaj topin goditja. Margono rasti tjetër e lezi. Margono fenomenal. Rasti. Shilova me këtë gjuajtje. Intervenon Margono edhe ndaj e lezit. Mbetet 0-0. Sa ofër Prishtina.
Tishko pus të treja pikët. Kjo ishte e Majda e Zhilovës. Vune pa Margono, por arriti në kohë. Më pas. Skuadrat Prishtina 44 do t'i ketë pas 33 ndeshjeve, Duka Gjini 42.